Briseida. Pritani, do të pyes çik për këtë emrin unë. Emri është shumë i veçantë. Pse e ke Briseida? Kush e ka vënë emrin? Ma ka vënë mami. Mami. Mos më thon për atë të Trojës, ë? Briseida i Trojës, kushërier Paritit dhe Hektorit? Po. Për ata, ë? O sa e bukur kjo. Po mami kishte lexuar Homerin? Mami Apo kishte parë filmin? Një lexuese shumë e mirë dhe fanatike e librave. Dhe nga ajo të vendosi ty emrin Briseida? Po. Shumë e veçantë, shumë e veçantë. Megjithëse në Shqipëri ka po rrallë. Janë disa derivate të emrit në fakt, nuk është një tamam se është shumë i rrallë. Vetëm 18 veta në Republikën e Shqipërisë kanë emrin Briseida. Briseida. Sepse janë të ndryshme. I di që ka një gazetare shumë të njohur në Shqipëri me emrin Briseida? Për kë e kemi fjalën? Për Briseida Memën, që është gazetare, ka qenë gazetare famshme e AFP-s, mamaja e Marin Memës. Ajo është nga gazetarët legjendë në Shqipëri. Kështu që nuk e vetëm ti Briseida. Jo, absolutisht, por janë 18 derivate të ndryshme, po janë derivate. Se si ka emra atje Briseida? Brisilda. Briseida, kemi dhe brisin e doganave. Kemi dhe brisin. Po ka qenë dikur brisi doganave. Të pëlqejnë ato të heronjtë e Trojës të Homerit? Tani patjetër. Pëlqejnë, ha? Kush nga të gjithë ata? Përveç Briseidës që ke emrin tënd. Po Akili, patjetër. Akili, ha? Akili, këshim tonin Akili, ishe yni Akili, pra si se na e morën grekët, na e vodhën grekët, po a ishte yni, ishte nga pararësit tanë. Okej, kam një pyetje tillë, Briseida, shumë të rinë kanë ikur nga Shqipëria. Ti ke zgjedhur, jo thjesht qëndro Shqipëri, po e fut edhe në politikë. Tani ma shpjegojnë që këtë pse ikur edhe ti, se një mundësi të ka dalë, një projekt në Itali, ti mund me ato që kuptova unë, pas ka qenë shumë i mirë, goxha të rejqës edhe në aspektin profesional, po besoj edhe monetar nuk duhet të kesh qenë keq. Ti pse si ti pse s'dhen në Itali po erdhe këtu? Çat, nuk se besoj të kanë thënë këtu. Ikë rriande, çfarë rri këtu, çat vjen këtu. Tani unë e thash, do ta përsëris disa herë gjatë intervistës. E para, vendi nuk më detyrohet mua asgjë, por unë detyrohem gjithçka. Pra është e lehtë të marrësh valizhet dhe të ikësh dhe të kontribosh në një vend tjetër, por unë i detyrohem Shqipërisë shumë. Kjo këtu meriton dua trokitje ti. Jo të them bravo. Si deputet e re, unë dua trokas, sepse unë çast kam dëgjuar në atë vend ku jeti aty, por që të dëgjoj nga një deputet e re këto fjalë, me vërtet bravo Briseida. Tani, mund të ishe ti në Partinë Demokratike, se ti the, okay, unë jam e lidhur me familje, me babin, me mamin që kanë qenë atje. Po, ja po them një momenton. Ti të pëlqeu PD-ja. Mund të ekzistonte kjo që ti mund ta bëj karrierën tënde në PD? Asnjëherë. Pse? Asnjëherë nuk ka për të ndodhur. Ne fjalën e kemi shumë të fortë. Dhe në momentin që i kemi dhënë fjalën vetes dhe Partisë Socialiste që do jemi aty dhe kur ajo është mirë dhe kur ajo nuk është mirë. Se kur ajo është në maj është thjesht që të jenë të gjithë. Jo, po lidhet kjo dhe me konceptet për politikën, me ideologjinë, për shembull, çfarë pëlqen ty te të majtët e Partisë Socialiste dhe çfarë nuk të pëlqen te djathtë e Partisë Demokratike? Unë mendoj që Partia Socialiste është shumë afër popullit se sa Partia Demokratike. Partia Demokratike vazhdon të qëndrojë po e njëjta, domethënë ata premtojnë të mos ndryshojnë kurrë dhe të qëndrojnë ata që kanë qenë gjithmonë. Në parlamentin ti e shkon edhe sot, në vitin 2026, që të ngrihen karriget, të ndizhen të ngrihen dhe përse e karriget, ndoshta vitet tjera, ndoshta momentet tjera, dhe për arsye shumë të ndryshme. Në opozit përse ka ngrit karrike, ka bërë ca gjëra, se me që ke ndjek politikën, po t'i them këto, se s'mban ti përgjegjësi se çka ka bërë PS-ja para 20 vjetëve. Po kështu ka bërë dhe PS-ja tani, nuk ka ndonjë ndryshim shumë. Por jemi në vitin 2026, edhe prandaj po them, ne jemi, domethënë PD-ja është aty ku ka qenë. Kryetar partia është po njëjti. Edhe Rama juaj, mashallah është. Ka qenë 98-ën në politikë. Patjetër. Dhe ka një ecuri të shkëlqyer në fakt, përsa ti mjafton që është politikën e jashtme dhe ku qëndron në Shqipëria sot. Tani këtë pyetje duhet bëj unë, po e fillova vetë. Çfarë lloj kryeministri është Edi Rama? Si është Edi Rama për ty? Ti je një politikan e re, deputet e re, tani ti s'të lidh gjë ta kuptosh as me brezin e Ramës, as me konceptet e asaj kohe. Si është për ty Edi Rama? Unë nuk mund të flas personalisht për vete, sepse unë jam, nuk mund të flas si Briseida, por më duhet të flas si deputete. Sepse e para ne jemi, na bashkon një punë e përbashkët në këtë gjë. Patjetër që unë mendoj që është një nga figurat më të forta që ka pasur ndonjëherë politika në Shqipëri.
dhe që ka lënë dhe do të lëjë gjurmë shumë të fortë për Mos Shqipërinë. më thoj po e krahason me Ismail Qemalin, aty po them mas Jo, 90. Ismail Qemali është Ismail Qemali. nuk Mas 90-s thua? Pas 90. Mas 90, e pra se më ngatrove me Ismail Qemalin aty Nuk pastaj. mund ta ngatroj as me Ismail Qemalin as me Fanoli, secili ka Jo, personalitetin sa e di pse them se i ngjan çike Dirama, domethënë ka filluar me atë lënë, ka lënë çik mjekër Edhe edhe si e Ismail shikoni ju, unë e shkoj thjesht si e Dirama, nuk e shkoj... Ama në regjia më vër pak foton e Fanoli, më fal të Ismail Qemali dhe të Edi Ramës, se do të pyesë për Fanolin, se ajo e kisha në mendje është ai. Edhe nëse është e mundur të dyja këto foto se Rama tani me mjekrën i ngjan Ismail Qemalit. Je dakord me mua? Do shta po të lini dhe ju mjekër, se dim. A, të lënë mjekër? Mos. Jo, s'lëm mjekër. S'kam lënë asnjë, s'kam për të lënë ndonjëherë. Okej, po cili është mendimi juaj për kryetarin e opozitës Sali Berisha? Ju tha diçka që parë që mua më ngastoi, ishte shumë e bukur. 6 vjeç unë shkoja në protesta në Vlorë kundër Sali Berishës, tani jam në parlament me Sali Berishën. Unë mendoj që Sali Berisha është aty për mbrojtur veten e vet, edhe për të mbrojtur ato gjërat apo idealet e vetat që nuk ekzistojnë më. Nuk mendoj që është për shqiptarët, as për popullin. Këto e treguan votat, domethënë shuplak më të fortë. Ai numri 5 ishte tamam një shuplak për Partinë Demokratike dhe për. Po për ju kjo është një gjë e mirë për ju socialistët, se rrinin pushtet. Sa të jetë Sali Berisha, me që e thua kështu, ju rrinin pushtet të rjetën. Ne rrim në pushtet sepse punojmë dhe bëjmë punë. Okej, biseda, si po shkon Vlora, sepse Vlora nuk mund të jetë asnjëherë e qetë, për jetë vërtetës tani. Si mund të rri Vlora e qetë, për shembull, Vlora të jetë e qetë. Vlora zjen gjithmonë, tronditet, krijon turbulenca, dhe të fundit ishin që kanë ikur disa kryetar bashkie, i fundit Erman, ja. Biseda mos më thoj që nuk ngjaj tani, shiko. Tani ju thash, po të vini dhe ju në foto, të vini mjekrën këtu se dim. E fort kjo, të lë vlonjatja, të ethë erë vlonjatja, të shkatron. Nuk bjen kur thë, do të thënë, ja këtu më mirë, shikoj këtu, se sa bukur. Është me vërtet shumë. Kjo është opinioni juaj që duket bukur. Imi. Por si ka të duket bukur për ju? Përgjigja jote është që po të vjen dhe unë në krah kështu, të lë dhe mjekër, mund gjaj edhe me Edi Ramën dhe me Ismail Qemalin. Larg qof. Po larg qof. Tani do shta intervistën tjetër. Të lë mjekër unë. Jo. Kuptohet deputetja më e re ku vend Shqipërisë më thotë lër mjekër. Dhe ti ngjaj dhe unë aty dyve. Pu. Biseda, çfarë po ndodh në Vlorë? Tani zonja Mersini, Bruna Mersini, si po e menaxhon bashkinë? Mua më pëlqen një gjë që e para është shumë energjike dhe po shikoj që ka shumë dalje në teren në krahasim me më përpara. Mund të ketë edhe shumë. Por do t'ja lëm kohës që të tregojmë. Se shumë herë për të folur. Shumë e vërtetë është kjo. Po mirë, si ngeli Vlora, s'kishte atë tubin e ujësjellësit, atje një tub miru çaj, se ndodhe. Po si s'kishit tu për atë kanalizimit atje? Ajo ishte një avari, unë nuk jam eksperte për të folur për të gjë, me thënë drejtën. Jo, këtë drejtë këtu. Po lidhu me hipotekën që po transferohet tani, Vlora ishte kryeqyteti i parë i Shqipërisë, Vlora. Bile unë do doja shumë që të vazhdojsh ajo në Vlorë, po nuk vazhdoj për ato rrethana që ne i dim. Tani, si edhe hipotekën dhe ishte në Vlorës ju socialistët? Nuk kam asnjë fjalë për këtë, më thënë. Jo, kush të pyet ty, s'ke fajti, pyet. Unë thjesht bëj pyetjen, s'ke fajti, aty ke drejt sa ti ju jeni në komisionin e turizmit, mos gaboj, dhe të turizmit e të ekonomisë. A ka diçka të ekonomisë dhe turizmit? A ka diçka të re për turizmin, duke lidhur dhe me Vlorën, me qarkun ku jeni deputete? Po, do të thënë një projekt ligj që ne miratuam në fakt mbrëmjen e së martës ishte pikërisht ai agjencive turistike dhe bashkëpunimi që do të kishin agjenci turistike në Shqipëri me ato në vendet e Ballkanit. Qoftë për shkëmbime, qoftë për lehtësira edhe fiskale dhe bashkëpunime strategjike. Ishte një gjë shumë e fortë, por mendoj që tani erdhi koha që ta japim këtë si edukim edhe të agjencisë në të. Po si do funksionojë konkretisht? Mund të japësh pak më shumë detaje si do nuk do të jetë e nevojshme për shkak nëse ti ke një agjenci turistike në Vlorë dhe do bashkëpunosh me një agjenci turistike po themi në Maqedoni, dhe që të kesh një pikë dhe atje. Nëse ke në Vlorë, është